Kjo ka qenë arsyeja pse ne do thotë edhe ja kemi dhënë vizën se është dashur pa miratimin tonë nuk do të kishte dalë në kuvend. Tash, ne shumë lehtë është kjo të bëhet dhe nëse duam të shkaktojmë një lloj pakënaqësie që të vijë një revolucion në Kosovë, atëherë kjo është shumë lehtë mund të bëhet se populli është i mërzitur, zotëri përmendi 10 vjet, edhe unë plotësisht dakordohem, e di që si PDK kemi ardhur në pushtet që 1 vjet dhe kemi bërë përpjekje që të përmirësojmë diçka, për fat keq nuk ka shkuar me aq hapa të shpejt që kemi shpresuar para se të vim në pushtet, sepse u tha edhe këtu vetë ju e shtruqyshëm që është kancerogjen edhe është i shërueshëm, keku mund të shërohet me të drejtë, por do të bëhet një lloj kure thuajase totale. Dhe sistemi i cili jem nuk lejon të bëhen kura totale, po lejon kura proces pas procesi që të mos ketë kolapse të ndryshme. Duket se qeveria nuk ka mund t'i bëj as ekzaminim fillimisht. Po, ka qenë vështirë, jo e keni parë edhe shpesh në ka rënë, do thotë, nuk janë të rastit kur momentet caktuara ndalet energjia elektrike, lihet për shtypje sikur ka pas një sabotazh të brendshme, sikur ka pas diçka që thjesht nuk mund të ndodhë, ose sikur se themi në Mitrovic, u mbyll TV Mitrovica, i vetmi televizion shqiptar, u mbyll për ta zbatuar ligjin nga KPM, kurse nga Komisioni për Media, nga Komisioni Pavarur për Media, kurse lejoheshin edhe dhjetra televizione, radio të tjera që edhe më tepër i shkelnin frekuencat. Në ngjashmëri me këtë, po them që disa fenomene jemi bindur se janë përmirësuar dhe janë krijuar kushtet që të hyhet në procesin e një pjese të privatizimit, megjithëse personalisht unë ndoj një mendim pak më ndryshe se privatizimi do të shkojë me parametra shumë të matur mirë dhe një korporat, sikurse që është keku që mundet të jetë rentabile, me një shërim të brendshëm që u tha këtu, ndoshta do duhej rishikuar politika se çka a do të privatizohet, apo do të në të vërtetë të bëhet kë shërimi i brendshëm. Unë në fund të fundit se i përket tarifës kuvendi do të thotë fjalën e vetë vendimtare, se është e vërtet që tha edhe doni edhe presidentin, kemi drejt të ndrojmë, por do të jenë motivet shumë të forta që të mos cenojmë të drejtat ligjore të tjerëve. Megjithatë, çysh do të jenë mundësitë, çysh do të veprohet, nuk mundem ta paragjykoj, por po them se rruga që është ndjek është rrugë e drejtë dhe ne na detyron që ta themi fjalën tonë në mënyrë ligjore. Ndoshta do të kishte qenë më mirë vetë institucionet ta kishin marrë këtë iniciativë, ta kishin diskutuar. Mund të them që në Komisionin për Buxhet dhe Financa gjithat kam qenë unik që të mos ketë ngritje të tarifave, megjithatë rregullatori i energjisë e ka bërë sepse ligji ja garanton të drejtën që të veprojë. E nëse ka ardhur gjendja që duhet patjetër të interferojë kuvendi, edhe të thotë stop, besoj që nëse kjo do të vlerësohet nga shumica e partive politike, përkatësisht e koalicionit qeverisës PDK, LDK, atëherë kjo edhe mund të ndodhë. Dan, si mundet qeveria të vendosë rend në kek? Është Ministria e Energjisë. A keni analizuar ndonjëherë ku qëndrojnë këto raporte? Po, kemi pasur edhe vetë deklaratën e kryeministrit aktual që ka pranuar që në kek ka sabotazh. Edhe pas së deklaratës nuk kemi dëgjuar më pastaj se çfarë ka ndodhur, sepse nëse një kryeministri i vendit e pranon që ka sabotazh në kek, do të më koni procesi tani planifikuar qeveritar për me identifikuar problemet. Problemi kryesor në mendimin tim është që keku i nënshtruar ndikimit politik së cilës qeveri ose partie politike që vjen në qeveri, edhe keku realisht nuk lejohet të funksionojë mirë, sepse shumica e njerëzve që marrin vendimet në kek janë persona politik, nuk janë njerëz të karrierës brenda keku, që duhet të ishte. Një punëtor që ka punuar 20-30 vjet në kek, do duhet të emërojë në pozitë, sepse ai e kupton më së miri të gjendjen atje. Fatkeqësisht njerëz që kanë udhëhequr kekun janë marrë prej vendeve ndryshme, edhe janë vendosur ato dhe shumica prej tyre nuk kanë pasur idenë se realisht si qëndron puna në kek. Edhe prandaj sot ne kemi shumicën e menaxhmentit lart kekut me ushtrues detyre. Edhe këto problemi do të në funksionimin e kekut, që keku si kompani do të lejohet të udhëhiqet nga vetë njerëz e vetë që
të ndrohet qasja qeverisë, lejohet persona që udhëheqin kekut të jenë të karrierës, të që kanë vetëm kohë që punojnë në kek. Problemi tjetër është me keku përdor edhe pasurinë e Kosovës. Sinxhilli nuk është i kekut, sinxhilli është pasuri kombëtare, edhe nuk e di keku a pagun që e përdor. Sepse duhet të edhe vetëm te kanceri. Keku është vërtet që është kancer, edhe kanceri unë e di që nuk shërohet. Kështu që nëse ne kualifikojmë kekun si kancer, edhe është e vërtet që jo vetëm o kancer brenda, në kuptimin që ka gabimet, ka probleme pariparueshme, keku dhe shkakton kancer të njerëz. Ne e dim të merren që përjetojnë banorë të komunës Ombiliqi, ata jetojnë do të në një vend kontaminum, edhe ndaj kësaj nuk bëhet asgjë, edhe prandaj ne me debatin për kekun, nëse po flasim në kontekst kohës, tash do duhet të flisnim për këto gjëra, do sa realisht keku është efikas në ndaljen e ndotjes. Por ne po do të ende me bisedu rreth furnizimit të energjisë elektrike dhe keku nuk ka arsye me ngritë energjinë elektrike, ne veç kemi tarifat e rrymës. Në Kosovë janë 12% më të larta se në Bullgari, ose në Serbi dhe 15% më të larta se në Bullgari, sipas një shkrimi që është bërë nga një ekspert i energjisë. Po të lutem. Pandan cilësisë që i mungon rrymës sonë, pandan sasisë që pashtu i mungon, ky çmim është mërësisht i lartë. Se dikush nuk ta garanton as sasinë as cilësinë, ta imponon çmimin. Dhe ai çmim është jo 12%, po është 120% më i shtrenjtë se në fuqinësi. Dhe ne si konsumator nuk na pyet askush, neve na ka ardhur e gatshme. Neve na arrin fakturat e gatshme. Konsumatori, si konsumator nëse mbledhen Ramadan, konsumatori si konsumator, për fat të keq në zhargonin, në vokabularin, në stilin e të shprehurit të vendimarrësve, individëve vendimarrës në Kosovë, edhe në kek, emri konsumator, fraza mbrojtja të drejtave të konsumatorit, siguria, digniteti i konsumatorit nuk ekziston, nuk e kanë këtë fjalë në fjalor, ndërsa ne duam që të na mbrojnë të drejtat. Së pari duhet të mësojmë të flasin shqip, të mësojnë emrin konsumator. Më falë, Ramadan. Vetëm deshta kthejmë të debati i mahershëm pak për rolin e kuvendit. Kuvend është aprovu një ligj i cili ka rrit TVSH-n, se tatimin mbi vlerën e shtuar, i cili prek drejt për drejt qytetarin, apo çmimet që qytetari ose konsumatorin baza ditore i blen për ushqim. Edhe kështu që ky vit, viti 2009, në mendimin tim do të jetë një vit i ngritjes së çmimit të gjithë shkaje thelpsore apo parimore për jetën, përderisa është viti që do të shënoj zvoglimin edhe të ardhura personale për shkak krizës globale financiare, sepse shumë familje tek ne në Kosovë që varen nga parët që i dërgojnë fëmijët që i kanë jashtë apo të afërmit nga diaspora, do zvoglohen për shkak që ata atje kanë problem me punë, me vendin e punës, do të me tyra që i marrin. Prandaj përderisa po bëhet ngritje e çmimit të rrymës, kemi pa tujit, të grumbullimit në beturinave, pastaj tash me TVSH-n rritet çmimi edhe i bukës, që kemi pa dhe rritje edhe më herët. I gjithë shkaje, kjo është një padrejtësi sociale, edhe kjo kërkon për një rol tjerëzakonshëm të kuvendit, qeverisë dhe gjitha strukturave. Partitë politike duhet me arrit një konsensus kombëtar për këto çështje. Kuvendi duhet 24 orë, ditë 7 ditë një për mendimin tim me debatu për me gjetë zgjidhje nga ky problem. Duhet me ju dhënë përgjigje njerëzve, i ki 350.000 veta në Kosovë, edhe mbas edhe më shumë që kërkojnë punë. I ki 38% që jetojnë varfëri të përgjithshme, 18% varfëri ekstreme sipas Bankës Botërore. I ki në secilën komunë qendrat e banimit kolektiv, ku nën mbrojtjen e shtetit njerëz jetojnë në kushte të mërshme, edhe kemi edhe këto punë. Ajo është qendër që është në përgjithësinë drejt për drejt të shtetit, edhe ata njerëz kanë secili prej tyre vujnë nga smundje ndryshme për shkak të ftohtit apo gjatë dimrit, jetojnë me një dhomë
shumë të vogël shumë njerëz, nuk kanë, mos flasim për gjendjen higjienike apo pastërtinë, sepse nuk ajo luks për ta, me pas një banjë siç e kanë shumë. Prandaj kjo është një gjendje jashtëzakonshme dhe duhet pranohet si gjendje jashtëzakonshme dhe duhet të ketë një konsensus për veprimet që duhen ndërmiren, debatet që po zhvillohen, shumë çështje në qendër në Prishtinë e tërheqën vëmendjen nga këto probleme. Edhe më pomë dhe nga anketa frustrimin e qytetarëve, sepse unë mendoj ka humb lidhja në shumë çështje ka humb lidhja e pushtetit. Po mirë, më thuaj ku është përgjegjësia e qytetarëve në këtë rreth? Po përgjegjësia qytetare nuk mund të ndërtohet në një gjendje siç jemi na. Do të thotë siç është Kosova si shoqëri. Në një mënyrë ne jemi një pikë e zezë në Ballkan sa i përket gjendjes sociale. Mundësitë që i kemi ne si qytetarët të Kosovës janë shumë të pakta me mundësitë që i kanë qytetarët e Shqipërisë, qytetarët e Maqedonisë, të Malit Zi apo edhe të Serbisë. Përgjegjësia qytetare nuk mund të jetë një temë ose një projekt në një kohë kur shumica ose gjysma e popullatës tonë jetojnë në varfëri, kur nuk ka një program caktuar, një plan caktuar për zhvillim ekonomik, nuk ka një plan konkret se si do dilet nga situatë, kur numri i nxënësve apo trive që dëshirojnë me ikë prej Kosovës vazhdimisht në rritje, edhe numri i nxënësve që kryejnë shkollën fillore edhe braktisin studimin e mëdhenjshëm është gjithashtu në rritje. Edhe shumica e këtyre trive nuk gjejnë perspektivë, nuk gjejnë përgjigje në karrierë shkollore, sepse ti përsëri me fakultet po detyrohesh me punu kamarier në këtë kontekst, e thotë ju që kamarier jo punë e keqe, sepse ka fakultet edhe për këtë punë, po enta është që është ky vend tek shumë të ri po tingëllon si një vend i pashpresë. Edhe kjo do të jetë tema që unë shpresoj pushtetarët, deputet duhet mundohen me minu. Nuk mundet me vazhdu kështu, sepse kjo çon në një krizë tron sociale, nga e cila nuk mendoj që i përfiton asnjë parti politike, nga e cila nuk përfitojmë në asnjë shtet. Edhe 3 ditë kemi një vjetorin e shtetit tonë, edhe unë shpresoj që në 2 vjetorin e ardhshëm na kemi shumë më mbledh dhe me fol me cifra më të mira, po nuk këto indikatorë nuk janë të mirë as për shtetin, as për partitë politike, as për ne. Leni t'i ndaj vetëm disa shifra këtu nga rajoni. Kosova ka 524 euro bruto prodhem për familje në muaj, Mali Zi ka 1481, 3 fish më shumë, dhe Serbia 1822, 4 fish më shumë. Ndërkohë që për 1000 kW, një familje e këtij formati, do të thonë mund të paguaj një familje kosovare 33 euro rrymë, 62 në Mali Zi për me 3 fishin e të ardhurave, dhe 45 në Serbi, do të thonë për me 4 fishin e të ardhurave. Që në rrethona tjera, me të ardhurat në Serbi, një familje e tillë do duhet paguaj 160 euro në vend të 45 eurove. Po, më thuani për një segment tjetër, zoti Kaçaniku. 44% e rrymës humbet, qoftë në rrjetin transmetues, qoftë duke e vjedhur. Do të thonë, është një përgjegjësi te qytetarët. Si shpjegohet kjo ngarendje pas vjedhjes rrymës? Unë e thash më parë se kush po enta, kush e ka cyt popullatën në formatin e konsumatorit që të marrë, do të thonë të vjedhë rrymën dhe mos ta paguajë. Kjo është një problem me të cilin na nevojitet që ta kemi një interaktivitet brenda qeverisë, brenda ministrive. Nuk mund ta lëm memin vetëm, as MTI-n vetëm, as Ministrinë e Drejtësisë. Të gjithë këto duhet së bashku të kyqen në këtë valle, sepse keku është i yni. Nuk është keku në Serbi, nuk është Malzi, nuk është Shqipëri, keku është në Kosovë. Dhe kjo që ndodh nga njerëzit tanë, pikë së pari nga mos informimi dhe e dyta nga informimi keq. Ndërsa as keku, as ministrit relevante nuk investojnë, nuk bëzajnë për ta informuar këtë popullat në formatin e konsumatorit, se konat kanë ndryshuar, tash Kosova është e jona, keku me rrymën janë asetet tona, janë pronë e jona, kapitali yni, dhe ne nuk mund ta tjetërsojmë në atë mënyrë. Dhe të riprogramohen borxhet. Unë nuk jam për atë që të falin borxhet, sepse do të ishte e pandershme ndaj paguesve të rregullt. Por të riprogramohen borxhet në rastet sociale, ato nën kuptohet se jemi të gjithë dakord që të pagojmë për rastet sociale.
Mirë po, unë nuk e fajsoj popullin, nuk e fajsoj konsumatorin, sepse ai është gjetur edhe i pa informuar, edhe është gjetur i informuar keq. Dhe dikush duhet të japë përgjegjësi për këtë. Të parët ata pas luftës që kanë thënë, hajtë mëre se i kemi donatorët. Nuk i kemi donatorët. Prona është e jona, nëse